Nuk ka të ardhme pa barazi. Gjuha shqipe është e drejtë kushtetuese, jo çështje negocimi, dhe se kthim prapa s'ka. Kështu është shprehur kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një letër të hapur drejtuar opinionit publik. Në reagimin e tij, i cili është shkruar edhe në gjuhën maqedonase, Ahmeti thekson se barazia gjuhësore është një nga shtyllat kryesore të stabilitetit edhe bashkëjetesës në vend, duke paralajmëruar se çdo përpjekje për të relativizuar këtë drejtë përbën rrezik për rendin kushtetues edhe të ardhmen e shtetit. Kthim pas nuk ka, të drejtat e fituara nuk negociohen dhe nuk zhbëhen. Çdo tentativë për të kufizuar zbatimin e gjuhës shqipe është regres i rrezikshëm, dhe ata që sot flasin për kufizime duhet ta dinë se po hapin plak që ky vend i ka mbyllur me shumë sakrifica. Me këtë çështje nuk luhet. Në letrën e tij, ai shpreh shqetësim edhe për qasje të caktuara institucionale, veçanërisht në gjykatën kushtetuese të Maqedonisë së Veriut, duke vlerësuar se në çështje të ndjeshme ndëretnike duhet të dominojë argumenti profesional dhe kushtetues, e jo qasje që cenojnë balancën e arritur ndër vite. Gjuha shqipe për mua nuk është dhe nuk do të jetë kur çështje negocimi, e kam thënë dhe do ta përsëris pa asnjë rezervë. Marrëveshja e Ohrit është themeli i këtij shteti dhe kush e vë në pikpyetje atë, vë në pikpyetje vetë të ardhmen e tij. Shqipja nuk është privilegj, por e drejtë e fituar dhe e garantuar me kushtetutë. Ahmeti rikujton se shqiptarët nuk kanë kontestuar gjuhën maqedonase dhe identitetin maqedonas, por kanë kontribuar në ndërtimin e një shteti të përbashkët, euroatlantik dhe demokratik. Sipas tij, barazia e shqiptarëve nuk e dobëson shtetin, por e forcon atë, secila parti politike serioze e që pretendon të jetë shtet formuese. Ahmeti thotë se duhet të reflektojë.